Prefoto. Ky është edicioni 5 i fotografisë Prefoto që organizohet në Preshev. Presheva çdo vit mbledh artistë nga gjithë rajoni duke konkuruar me fotografi të ndryshme që ka të bëjnë me tema sociale, ekonomike dhe të ndryshme. Prefoto konkurs ky lloj të vet i cili që nga themelimi në vitin 2011 deri më tani, duke vazhduar traditën e organizon në Lugin të Preshevës një konkurs me përmasa ndërkombëtare, duke e shndruar Preshevën në një qytet ku shkëmben eksperienca të fotografive profesionist dhe amator. Mbi 200 sa kanë konkuruar, vetëm 54 kanë hyrë në rrethin e ngushtë. Të shtunën në hollën e shtëpisë së kulturës Abdullah Krashnisa në Preshev, u mbajt pra edicioni 5 i fotografisë Prefoto. Ky festival mlodhi artistë nga gjithë vendi dhe qytetarë ku shikonin me kurreshje fotografi se çfarë kanë paraqitur këta artistë. Në mesin e qytetarëve të pranishëm ishte mysafir nga Kosova, zëvendësministri për integrim evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, i shoqëruar nga deputeti popullor Riza Alimi. Përshëndetje gjithëve, faleminderit që përgjigjet pozitivisht ftesës tonë për këtë edicionit të 5 të konkursit ndërkombëtar fotografisë artistike Prefoto. Ky është edicioni 5 dhe në vitin 2011 formojmë edicionin e parë. Ishte shumë vështirësi që në fillim për të krijuar një konkurs kaq madhështor siç është ky sot. Për 5 vite me radhë ne kemi ekspozuar këtu në Shtëpinë e Kulturës 244 fotografi nga anë e mban bota dhe kemi pasur 14 anëtar të juristë që na kanë ndihmuar dhe kanë qenë shtysa kryesore që ky konkurs të arrijë këto nivele. Dua t'ju falenderoj pikërisht gjithë juve që gjithmonë keni përkrahur artin dhe kulturën në Luginën të Preshevës, por dua ta veçoj njërin, që në vitin 2011 kur ja prezantuam projektin Zotëri Mentor Nuhiu, na përkrahi dhe nuk na theu ëndrat tona për të arritur këtu. Dua të falenderoj dhe Zotëri Ramadan Ilazi me pjesëmarrjen këtu dhe shpresoj që ky konkurs të vazhdoj traditën siç e kemi nisur prej vitit 2011. Faleminderit gjithëve dhe ju uroj suksese gjithë pjesëmarrësit. Fjalën para të pranishme mori dhe zëvendësministri për integrim evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi. Faleminderit shumë, është hera e dytë që këtë vit po qëndroj në Preshev, edhe du të falenderoj vlerimin e Donin për ftesën dhe punën e hatashme që kanë bërë në organizimin e kësaj ngjarje. Nderuari deputet Zoti Alimi, pashtu është Nanci, që kishim mundësi të diskutonim pak. Sa herë që ne dëgjojmë lajme për Luginën e Preshevës, është lajme për sfidat e vazhdueshme të kësaj ane në mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të njerit. Mirë po, është freskim kur vinë për një ngjarje tjetër, një ngjarje kulturore si kjo sot, që shënon 5 vjetorin, që është një dritë që premton të zgjerohet edhe më shumë në këtë zonë. Ju e dini që Republika e Kosovës, sikurse edhe shteti serb, punojnë bashkë me krejt rajonin për një të ardhme evropiane. Dhe ju e dini që kjo ardhme evropiane është një ardhme e cila është e ndërtuar mbi vlera të respektimit të drejtave të njerit, mbi vlera të një shoqërie të hapur dhe një civilizim të cilës ne i takojmë. Mirë po ky civilizim nuk duhet ta marrim për qend. Siç e dim gjithë ne, mbrëm ndodhi një rast tragjik në Francë, në Paris, ku pikërisht u sulmuan këto vlera dhe ky është një sulm edhe ndaj nesh, sepse ne po përpiqemi të ndërtojmë shoqërinë tonë mbi këto vlera, edhe arti, kultura e ka një përgjegjësi fundamentale në këtë drejtim për të promovuar pikërisht vlera evropiane, këtë civilizim evropian ku ne një ditë do të shkojmë së bashku. Prandaj faleminderit për nderin dhe privilegjin që të jem sonte këtu dhe ju siguroj që ne do të bëjmë çmos për përkrahur jo vetëm këtë iniciativë, por edhe iniciativa tjera që kanë për qëllim edhe rritjen e shërbimit kulturor. Faleminderit dhe bravo Preshev për këtë event. Këtë eveniment të rëndësishëm e përshëndetje dhe drejtori i Shtëpisë së Kulturës në Preshev, Naser Nuredini. Shfrytëzoj rastin, përshëndet gjithë mysafirët që janë këtu. Kuptohet niveli i këtij konkursi i ngritur edhe në nivel ministror, do të them sinqerisht që e gjejnë një kohë të vinë, vizitojnë dhe shohin promovimin e vlerave nga drejtori artistik, i cili sigurt po rrugton, sigurt po ecë, dhe unë i uroj sukses edhe në të ardhmen, uroj që ky rrugtim mos të ndërpritet asnjëherë, kuptohet që nëpërmjet kësaj Preshevo të tregojë se do të ketë në vazhdim vlera artistike. Ju falenderoj gjithë. Erdhi momenti në ndarjen e 3 çmimeve të para. Vendi i tretë i takoi Indonezisë, vendi i dytë i takoi fotografit nga Turqia
dhe vendi i pari i takoi fotografit nga Bosnia. Po ashtu ndanë edhe 3 çmime të tjera. Çmimi special i takoi fotografit Ermal Grenazi nga Shqipëria. Çmimi inkurajues ju nda fotografës nga Kosova Rudina Hoti, se dhe u nda çmimi i karrierës. Ky çmim shkoi për të ndjerin Agron Boriqi. Fillimisht dua të uroj dhe të përgëzoj prefoto në këtë edicion të 5 dhe uroj që të vazhdoni po aq mirë dhe mbar siç keni filluar. Jemi shumë të nderuar si familje, sepse dihet që puna e babit 40 vjeçare në art dhe kulturë është vlerësuar dhe është duar trokit shumë nga publiku i Preshevës. Më vjen mirë që vazhdon kjo traditë dhe mbas vdekjes së tij, të vlerësohet personaliteti i tij dhe ndoshta nuk na kalon shumë pasuri, por na kalon fytyrën e bardhë dhe dyert hap kudo që paraqitemi si fëmijët e tij. Fitueset e këtij edicioni të 5 prefoto shprehen të kënaqur me çmimet që kanë rrëmbyer në këtë festival. Për mua është një çmim shumë i rëndësishëm. Është hera e dytë që marr pjesë në këtë kontest fotografik. Fotografinë kemi shkrepur në Francë, kemi qenë në ekspeditë në Malin e Bardhë. Si që shifni, kushtet atmosferike ishin shumë të qija faktikisht. Ato momentin asnjëri nuk po shkrepte foto, thjesht një koleg po shëtiste, domethënë përpara. Dhe shkrepa momentin kur ai ishte krejt vetëm, po binte shi, siç duket edhe në sfondin poshtë, edhe duket thjesht vetmia e njeriu rreth botës të madhe që na sa të vjeçë domethënë jemi, dhe sa të vetëm jemi në këtë botë që ne jetojmë praktikisht. Kjo domethënë është plus se vetë silueta tregon domethënë që njeriu në këtë botë është rëndësishëm, po përpara saj domethënë jemi thjesht një siluetë. Absolutisht, unë ka të paktën 5 vite që merrem me fotografi. Kjo është një shtysë tepër e madhe, domethënë që vazhdoj më tepër dhe gjithmonë kërkojmë më shumë nga veti, absolutisht. Unë mendoj që çdo çmim që merret është i vlefshëm për një artist. Qoftë edhe pjesëmarrja, mesën e këtyre artistëve të tjerë. Kuptohet që kur ka një çmim është sidomos çmimi Aquarius, vetë fjala Aquarium është diçka që të motivon, kështu që nëse na rekomendu mund ndal, çmimet për kroja bojnë që me vazhdu tutje. Thonë që një foto ka 1000 fjalë. Mos ma tepër. Kështu që po mendoj që çka do që të them, mund të më kone tepër për fotografi. Trishtim, shpresë, vujtje, po prap vazhdojnë me jetë tutje. Ku është bërë kjo fotografi? Këtu në Preshev, me rastin e refugjatëve. Se sa ka qenë e vështirë në përzgjedhjen e këtyre fotografive të fotografëve nga gjithë bota, të këtij edicioni të 5, për Radio Televizionin Alti, foli Faridin Spaju nga juria. Po, vetë fakti që u bën 5 vjet të këtij konkursi shumë të rëndësishëm për, siç e thash edhe kur e dava çmimin e parë këtij konkursi që ka rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për Preshevën, po për gjitha hapësinat shqiptare. Tregon se këta djem që po thuaj me zore kanë shty 5 vjet të bo përpjekje mi bind gjithë autoritetet e komunës, po edhe ma gjërë që Presheva ka nevojë për një konkurs tillë, ka nevojë për një ngjarje kulturore tillë, tregon se u bë një punë e jashtëzakonshme. Unë jam shumë i lumtur sepse e përcjellë prej fillimit këtë ngjarje dhe dyqysh e kom përcjellë edhe rritën e konkursit. Dhe mendoj se ky vit që është jubilar, 5 vjetori, ka sjellë vlera goxha të mira të fotografisë artistike shqiptare, po edhe mund të them se është pasunu shumë me vlerat e fotografisë ndërkombëtare. Prandaj edhe darja e këtyre 3 çmimeve të para 3 autorëve të huaj tregon se ky konkurs ka fituar në vlerë shumë, sepse ka josh artist të huaj dhe natyrisht këtij publiku i ka ofruar shumë çaste të bukura me imazhet që i kanë ekspozuar këtu. Për jurin, me thonë drejtën, nuk ka qenë shumë problem me bë përzgjedhjen, që të 3
edhe ata dy kolegë tjerë kanë piketu fotografitë më të sukseshme dhe se juria ka vendosur në mënyrë unanime për fituesin e parë. Për 3 vendet e para. Cili ka qenë motivi apo fotografia, çfarë po shkruan pak, me që nuk e kemi edhe fituesin prezant. Po kjo është fotografia fituese dhe për mua, po edhe për kolegë tjerë ka qenë fotografia në aspektin kompozicional më komplekse, me shumë elemente kompozicionale, me një them përshtypje shumë epike, poetike kisha me thonë, po ashtu. Kështu që kanë mjaftu gjitha këto që i thash për me qenë ndoshta po them ndër dy fotografit bënd shumë më të mirat këti edicioni. Kur them bënd shumë, du me tregu që vërtet ka dallim shumë të madh mes fotografisë parë dytë me fotografit tjera. Po, çdo të thotë kjo që fotografit tjera s'kanë qenë të mira. Unë mendoj se edhe fotografit shqiptare kanë shënu një lëvizje përpara, po unë do të ftoja gjithë fotografët që merren aktivisht me fotografinë ta respektojnë këtë konkurs dhe të konkurojnë. Të jenë pjesë e këtij konkursi, se vetëm duke marrë pjesë ata që e duan më shumë të fotografinë dhe krijojnë më së miri, ky konkurs zhvillohet dhe rritet. Lidhur me organizimin e festivalit të fotografisë prej foto për Radio Televizion Naldi, na foli edhe Dona Gushi, drejtore artistik, njëri të organizatori këtij festivali. Ne në fillim në vitin 2011 hapëm edicionin e parë të konkursit ndërkombëtar fotografisë artistike prej foto dhe prej edicionit parë deshëm që të jetë tradicional në Lugin Preshevës, për ta sjellë një konkurs ndërkombëtar fotografisë në Lugin të Preshevës, duke ditur që kemi edhe aktivitete kulturore të pak që organizohen këtu. Ky edicion kishte vështirësitë e veta, por sigurisht dhe kemi pas një ngritje të nivelit artistik të fotografive kundrejt edicioneve tjera. Këtë vit kemi pas kryesisht 200 aplikues që kanë aplikuar për të qenë pjesëmarrës në konkursin ndërkombëtar prej foto, por juria bashkë me një komision ka përzgjedhur 54 fotografi për të ekspozuar. Ne këtë edicion kemi ndarë 3 çmime, vendin e parë, vendin e dytë, vendin e tretë që ka vendosur juria profesionale që janë përbërë nga profesor Faredin Spahia, Osman Demiri dhe Elton Koritari. Dhe janë ndarë dhe 2 çmime tjera, një çmim special që është vendosur nga juria, por e kemi ndarë ne, kurse pasi kemi pas shumë aplikime dhe shumë konkurrentë të ngushtë dhe kemi vendosur dhe një çmim inkurajues. Të realizojnë vitin e ardhshëm? Po, sigurisht, ne mendojmë që ta realizojmë dhe mos mbetet, nuk do me thonë që për shembull ne jemi këta organizatori të këtij konkursi duhet të ecë patjetër, sepse i duhet Luginës Preshevës pikëparë dhe komunës Preshevës që të ketë organizime të tilla. Shpresojmë që të kemi edhe përkrahje më tepër nga pushteti lokal, Këshilli Nacional dhe pse jo ndonjë tjetër. Ky ishte edicioni 5 i fotografisë prej foto, ku është bërë tradicional dhe organizohet çdo vit në Preshev.